Ky emision mundësohet nga Mirëmbrëma dhe përshëndetje miqtemi të dashur të në Zoom, për i takomi kështu edhe këtë të premte mbrëma me mua Albina Zenelin, ku përgjatë këtyre minutave do të mundohemi me ju servu, e pse jo dhe me ju argëtu me materiale që i kemi pregadit ekskluzivisht për ju në këtë fundjavë. Është epizoda e radhës e në Zoom, e duhet sigurisht me i bo edhe na falenderimet tona. Falenderit shumë Make-up by Gizi që për këtë herë është për kujdes për dukjen time. E ty shikues po të tham që në storyn e parë kemi jo një, po disa natë, cilat i kemi përcjell, e që ka të bëj sigurisht me Alban Skënderaj dhe koncertin e tij, i ka mbush gjitha vendet, pra salla Nitetori për 4 ditë në vazhdim, ka qenë mbushur dhe gjithë janë argëtuar duke kënduar një zëri me Alban Skënderaj. Ju e dini që para se më shku në rubrikën e parë për mbrëmjen e sotme, do të me i bote na falenderimet për ata të cilët e bëjnë të mundur realizimin e në Zoom. Bëhet fjalë për në Zoom Cafe, falimderit shumë, bëhet fjalë për Laja Sweets, falimderit shumë, dhe po ashtu partnerit tonë më të ri, Optika Roka, që në vazhdim do të mundeni me u njoft në këtë epizod të në Zoom me një reportazh që unë do thoja ka qenë një ndër reportazhet më të mira që i kemi realizu së fund me kuptohet. Shkojmë tash me Albanin e do të rikthehemi me këtë ambient kaq të bukur. Koncertet maraton të Alban Skënderaj në Prishtinë janë padyshim kryefjala e kësaj jave. Mirë se vjen në shpirtin tim, për në një rrugë që s'ka mbari. 4 natë magjike në kryet qytet. 4, 5, 6 dhe 7 dhjetor ishin data të shënuara në kalendarin e shumë personave. Ata nuk hezituan t'i blinin biletat për të dëgjuar Motiv të Alban Skënderaj. Koncert ky që për 4 natë radhazi e mbushi sallën 1 tetore. Prishtina u ndriçua nga emocionet dhe tingujt magjik të Alban Skënderaj në natën e parë të koncertit Motiv. Qindra adhurues u mblodhën për të përjetuar çdo notë, çdo tekst dhe çdo emocion që këngëtari shpërndau. Nga baladat e ndjera deri te ritmët dinamike, çdo moment dukej se shtyente publikun të përjetonte muzikën në mënyrë personale. Dritat, skenografia dhe performanca ngrohtë e Albanit krijuan një natë të paharrueshme, ku muzika u bë lidhja më e bukur mes artistit dhe adhuruesve të tij. Nzumjulë në shoqëri të disa pamjeve ekskluzive, ku nuk munguan as kolegët e Skënderaj, me cilët ai pati bashkëpunime.
Edhe nata e dytë u karakterizua me ritëm dhe emocione të shumta, teksa siç mund ta shihni në pamje publiku ka kënduar një zëri këngët e tij. E po si që shia mbi tort, befasia ishte performance e bukur e bashkëshortës së Albanit, Miriam Cane, të cilët dukeshin në kombinim perfekt me njëri tjetrën. E në natën e tretë dhe Albani ishte ai që u befasua Tejmasi nga gjithë ky interesim. Ajo që na bëri përshtypje ishte këmisha e tij unike, ku prapa e pati të shënuar motiv, pra emrin e këtij koncerti kaq të veçantë. Imazhet nga nata e tretë mbrëm flasin vetë. Për ulem para jush dhe ndjej vetëm rënjoje, ka shkruar ai mbi këto pamja. Data 7 e shënoi dhe mbarimin e kësaj maratone 4 ditore. Koncerti Motiv nuk ishte vetëm një performancë muzikore, por dhe një përvojë plot emocionale, ku çdo notë, tekst dhe buzëqeshje skënderaj mbeti e paharrueshme për të gjithë pjesëmarrësit. Përndryshe, publiku kosovar e falenderon artistin e njohur për këto 4 net të mahnitshme.